A e dini që emocioni i dëshpërimit është një nga emocionet më të forta dhe më të vështira tek njerëzit. Dhe këtu duhet të bëj pyetje ty që më shikon dhe më dëgjon në këtë moment. Edhe pranimi është gjithçka, është gjysma e terapisë që mund të bësh për veten tënde. Mos u fshe nga dëshpërimi, mos i mbyll syt nga dëshpërimi, sepse ti je grua ose burr, je shpirt, je njeri dhe si njeri te ke emocione. Dhe këto emocionet nuk kanë gjini, je mashkull apo femër. Zgjidhja është që ne t'i shikojmë emocion dhe t'i lirojmë. Dëshpërimi ka qëndruar aty tek ty, te ty grua që je më shumë emocionale. Dhe ty mashkull që je emocional, po të thanë që duhet jesh i fort dhe nuk duhet të qash. Unë jam këtu të të ndihmoj me terapi të ndryshme, me mënyrën time, me metoda të ndryshme, po mbi të gjitha mbi përvojën time personale dhe me librin e ri që po shkruaj tani, që ti të pranosh dhe të lirosh çdo lloj emocioni që ke aty brenda, sepse trupi jot bllokohet nga emocionet. Emocionet janë energji të lëvizshme. Dhe në qoftë se ti e bllokon atë emocion dhe nuk e pranon, sepse ka dhimbje, e di shumë mirë që ka dhimbje, dhe sa herë para se të bëj një video, kam punuar në thellësi me veten time dhe kam qarë shumë. Po e qara o njerëz është lirim, prandaj lirojeni zemrën, shpirtin, lironi atë energjinë e bllokuar që keni. Jam këtu për të gjithë juve, në qoftë se keni nevojë për ndihmën time, dini ku të më gjeni, po ja u jap dhe telefonin 0030 699 321 46 37. Mund të më gjeni në Viber ose në WhatsApp. Dhe jam këtu për të gjithë, për terapi në grupe, për terapi për të shikuar diagnozën, a e keni këtë lloj dëshpërimesh, emocione që flasim gjithmonë dhe shumë të tjera, dhe jam këtu për terapi për të gjithë së bashku dhe një individ. Zgjidhja është vetëm një, marrja e përgjegjësisë të vetes tënde, të atij misioni që ke marrë dhe të karmës që ke ardhur të besh këtu në tokë. Zgjimi është vetëm kur unë e shikoj dhe e liroj atë që e kam parë çfarë kam. Zgjidhja nuk është të rrinë në heshtje, sepse energjia është bllokuar dhe ti mund të sëmurësh dhe trupin. Prandaj, në qoftë se je një person që merr guxim dhe je gati të punojmë, jam këtu për ty. Ju falenderoj dhe uroj të jeni mirë. Se harrova, dhe ju meshkujt, ju dua shumë, sepse ju thanë të mos qani dhe të bëni të fortë, por jam këtu me zemër në dorë, të hapur, që të flas, që të bëj dhe të qash, të nxjerrësh emocionet e tua, nuk është më nevoja të besh një diçka që nuk je, sepse ti je një shpirt i madh, je një shpirt i ndjeshëm dhe shpirti nuk ka gjini, shpirti ndjen. Prandaj ju bëj thirrje të gjithëve juve, si njerëz me shpirt, si njerëz që ndjejnë, jo si meshkuj apo femra. Ju dua shumë dhe ju falenderoj.